Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harroni farmacit, ja si të ulni tensionin e lartë me këto 3 metoda natyrale. Sipas një raporti të ri, personat me presion të shëndetshëm të gjakut kanë 50% më pak të ngjarje të vuajnë nga ndërlikimet të rënda shëndetësore. Por ilaçet për uljen e tensionit të gjakut munden që të jenë të kushtueshme dhe të sjellin efekte anësore të padëshiruara. Mblidh dhe liro gishtat. Kryerja e ushtrimeve të kapjes së duarve për 2 minuta, 4 herë në ditë mundet që të ulë presionin e gjakut në mënyrë më efektive se sa ecja ose vrapimi. Kjo është fjala për studiuesit kanadez, të cilët zbuluan se strategjia ul presionin e gjakut të pjesëmarrësve me 15 pikë brenda 8 javësh. Njerëzit në studim përdorën ushtrues dore, por për një mundësi edhe më të lehtë, thjesht shtypni një top gome. Pastaj, lëshojini dhe përsëriteni. Konsumoni fara. Përzierja e 4 lugëve të farës së lirit të bluar në kos ose bollgur ka shumë përfitime. Sipas një raporti të botuar në revistën Hipertension, ai gjithashtu mundet që të ulë presionin e gjakut me 15 pikë. Fredi shpjegon, acidet yndyrore të gjetura në fara luftojnë presionin e gjakut të lartë duke rritur rrjedhjen e gjakut. Provoni ekstraktin e farave të rushit. Polifenolët, të cilët gjenden në ekstraktin e farave të rushit, i bëjnë arterjet elastike dhe lehtësojnë inflamacionin që mund të çojë në presion të lartë të gjakut, i cili, sipas mjekëve, këshillohet për plotësimin me 150 gram të ekstraktit çdo ditë. Kjo është doza e cila ul presionin e gjakut me 11 pikë në vetëm 4 javë. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Në qoftë se ai nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transmetohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, të cilat munden që të prekin pagjumsinë, marramendjen apo kontraktimet e muskujve. Por ju mundet që të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtësisht në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo edhe uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video ju do të mësoni për kurat natyrale më të mira, të cilat janë jashtëzakonisht efektive kundër tensionit të lartë. Kura e parë është ajo me lëng limoni, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një limon. Shtrydheni lëngun e limonit në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se ju të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfurit të cilat kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksina dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra gjithashtu duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë dhe pikërisht me uthull molle dhe me sodë buke është kjo, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një majlugë çaj me sodë buke dhe një lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si për shembull kaliumi, magnezi dhe kalciumi.
Këto minerale janë gjithashtu thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe për uljen e tensionit. Ju duhet që të përzjeni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaj me sodë buke dhe një gotë ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultatet më të mira. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë filloni që të përdorni këto produkte. Shega. Shega është e pasur me antiokianin dhe lëngu i saj redukton disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ndihmon në uljen e kolesterolit si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mundet që të përdoret si lëng apo kokrat e saj në sallatë, smoothie ose salsa. Avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 ose më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin që dëmton enët e gjakut. Panxari. I pasur me nitrate, lëngu i panxarit ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati që përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë edhe më mirë. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët. Të pasur me minerale dhe gjithashtu me acidin citrik, limonët dhe lëngu i tyre, sipas studimeve, kanë dalë në përfundimin se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë. Ajo është e pasur me flavonoid dhe ndikon në uljen e tensionit të gjakut. Studimet e mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoidëve nga persona me tension të lartë të gjakut ka ndikuar në uljen e presionit sistolik dhe gjithashtu në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër lëkura e saj. Gjithashtu bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit antioksidantët e duhur të cilët lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Hudhra. Nëse e pëlqeni, duhet të dini se edhe muret e arterjeve duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të lartë të gjakut ishin ata që e përdornin shumë hudhrën. Prandaj nëse e keni këtë qëllim, përdoreni edhe ju në dietën tuaj ushqimore. Boronicat. Ngjyra e tyre e errët është tregues që ka sasi të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shrihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella. Në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë kanella, arigoni, turmeriku, nenexhiku, xhinxheri, të cilët mbajnë në kontroll tensionin e gjakut për një kohë të shkurtër. Madje disa studime tregojnë se menjëherë pas 24 orëve normalizohen parametrat. Kosi. Një studim i vitit 2021 ka treguar se kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrientë si kalcium, magnezium dhe potasium, të cilët ndikojnë drejt për drejt në uljen e rrezikut të hipertensionit. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.